Përshëndetje, unë jam Aleksandr Sruqe dhe në qendrën Virtus trajnoj student për Olimpiadën e Informatikës. Ditën e sotme po zhvillojmë një mësim rreth strakteve në C++, të cilat janë një mënyrë më e strukturuar se si ti mbledhim të dhënat, të cilat kanë kuptim të njëjtë logjik me njëra tjetrën. Ushtrimi që do punojmë sot konsiston në marrjen e informacioneve për disa studentë dhe më pas duhet që të llogarisim mesataren e atyre studentëve dhe t'i rendisim nga mesatarja më e mirë në mesataren më të dobët. Informacionet që do na vinë si input në konsol janë të tilla. Si fillim do marrim një numër N, i cili është numri i studentëve të cilët gjenden në shkollë, dhe më pas do merren në rrjeshta me inpute, të cilat do konsistojnë në informacionet që kemi për secilin student. Çdo rrjesht do konsistojë në emrin e studentit, mbiemrin dhe një listë me nota. Lista me nota në fund fare do të ndahet nga një pikë presje, i cili është një delimiter që na përcakton që këtu përfundon informacioni për këtë student dhe duhet kalojmë në informacionet për studentin e radhës. Që ta zgjidhim këtë ushtrim dhe ta strukturojmë shumë mirë edhe pjesën e mbajtjes së të dhënave brenda në runtime-in e programit, kryejmë një strakt i cili brenda do ketë informacionet rreth studentit. Straktin e quajmë person. Dhe këtu brenda shkruajmë string name, surname, një array me nota, grades po e quajmë, dhe do jenë integer pasi nota do t'i marrim numrat plot. Më pas këtu duhet të shkruajmë një funksion i cili si rezultat do na kthej mesataren e këtij studenti. Për t'i bërë punët më të thjeshta, brenda studentit, do të deklarojmë dhe një integer n, i cili do jetë numri i notave që ka ky student. Si fillim duhet krijojmë disa funksione, dhe funksionet tona do jenë tilla. Një funksion i cili do lexoj inputin nga përdorësi, një funksion i cili mbasi të lexoj inputin nga përdoruesi, duhet që të llogarisi mesataren e të gjithë studentëve. Dhe më pas një funksion i cili duhet bëjë renditjen e mesatarëve të këtyre studentëve. Normalisht këto funksione duhet marrin parametrat e tyre dhe këto parametra do t'i përcaktojmë gjatë kohës që shkruajmë dhe programin. Kryejmë straktin donate, na duhen emrin e personave që bëjnë, domethënë që kontribuojnë. Pastaj na duhen mbiemri dhe vlera e caktuar që japin, domethënë. Pastaj hapim domethënë funksionin për t'i krahasuar këto njerëzit që domethënë. Domethënë si fillim për të krijuar një strukturë të pastër dhe mos detyrohemi që të krijojmë shumë array, çfarë bëjmë? Krijojmë një strakt donate, i cili brenda përmban gjithë informacionet që përmban një donation i caktuar, që janë emri, mbiemri dhe donate amount, vlera që është bërë donate. Më pas ne dimë që për zgjidhjen e ushtrimit duhet që të bëjmë një sortim për gjithë donationat që janë bërë. Kështu që bie tani krijon funksionin pull dhe compare, i cili do ketë brenda logjikën që do bëj të mundur renditjen e gjithë donationave. Kush është kushti i renditjes Ger? Domethënë nga më i madhi deri te më i vogël. Dim që funksioni compare na rrithen një boolean expression. Dhe boolean expression që na rrithet duhet jetë i tillë, duhet jetë true në momenti që donationi është më i madh, domethënë njëri nga donationat është më i madh se tjetri, që ato ne duhet t'i rendisim nga më i madhi ke më i vogël, dhe false në fund. Pra, në rastin konkret,
ne dim që donate dënishi është elementi i parë që i kalojmë dhe donate të dyshi është elementi i dytë që i kalojmë. Kështu që siç e shihni në ekrane, plotësojmë kushtin në mënyrë që ky funksion më pas na bëj dhe renditjen e donationave. Okej, tani e kemi krijuar straktin, kemi strukturuar dhe mënyrën se si do e bëjmë sortimin e arrayt të straktit, që tani fillojmë edhe vazhdojmë me leximin e tij. Funksion japim vlerën e studentëve, gjithë numrin që e këtyre njerëzve që bëjnë donate. Marrim vlerën se hapim një array në Kush është step'i që po implementojmë tani deri? po bëjmë një for loop që të lexojmë gjithë njerëzit që kanë bërë donate. Okej. Ku do t'i ruajmë këto donationa që ka marrë programi? Në një array. Okej, super. Në një array i cili është i type donate apo jo? Dhe donate është strakti që kemi deklaruar këtu. Okej. Okej, perfekt. Kush është stepi i radhës tani deri? Tashi do t'i bëjmë, domethënë do printojmë njerëzit, domethënë nga që kanë, domethënë duke marrë parasysh shumën që kanë bërë donate, domethënë nga më e madhe deri te më e vogla. Edhe si do e bëjmë renditjen e këtij array? Duke shkruar do të krijojmë një librari të re. Okej. Që quhet algoritm. Sa bëjmë zë. Okej, përdorim funksionin sort për të bërë renditjen dhe çfarë i kalojmë si parametra funksionit sort? Domethënë këto njerëzit. Parametri i parë që i kalojmë funksionit sort është një pointer, për tek adresa e parë e arrayt që ka këto donationa. Okej? Rasti konkret, nëse kemi deklaruar donate, array donate, këtu në fillim fare ke sorti kalojmë fjalën donate, e cila na tregon që okej, sortimin do ta bëjmë nga kjo qelizë në memorie deri në qelizën që do t'i përcaktojmë si parametër 2 të funksionit, që është një element në një qelizë mbrapa pozicionit ku përfundon array, që në rastin konkret është donate plus n. Pundoja është numri i elementëve të array donate, pra numri donationave. Dhe në fund fare, parametri i tretë që merr funksioni sort është një funksion i cili duhet na kryej komplet logjikën e sortimit. Do të thotë ai funksioni që kur kryejmë algoritmin e sortimit dhe bëjmë një kontroll për të parë se ku duhet vendos një element i caktuar i array, funksionin i cili na rikthen nëse duhet bërë vendosja apo zhvendosja e elementit gjatë sortimit është ky funksioni compare. Okej? Pasi kemi krijuar funksionin sort, dim që do sortohet elementet e array donate, kështu që çfarë bëjmë tani? Printojmë rezultatin.
e duhet në tonë. Edhe tek funksioni compare, përveç se kalim parametrat, njëkohësisht themi edhe çfarë lloj detaji janë të një të dy. Domethënë, donate D1, presje donate D2. Dhe D1 dot donated amount. Jo pa donated, edhe themi return D1 dot donated amount. Okej, perfekt. Provojmë pra në program tani.